Ndërsa tani do të realizojmë një bisedë bashk me Betim Bregovinan, i cili pas 18 vitesh studime në Universitetin e Prishtinës, e ka përmbyllur më në fund rrugtimin e tij akademik. Përmes një mesazhi vërtet emocionues, ai dha lamtumirën UP-s dhe falenderoi të gjithë ata që kanë shoqëruar në këtë rrugtim shumë vjeçar. Për më shumë detaje sa i përket rrugtimit të tij, unë kam kënaqësinë që të realizoj një bisedë bashk me zotrin Bregovina dhe të na tregojë në detaje se çfarë ka studiuar, pse ka zgjatur, pse ka vendosur që ko pas kohe të ndryshojë edhe drejtimet. Të gjitha këto do t'i diskutojmë së bashku. Faleminderit shumë zotri Bregovina. Faleminderit për ju, përshëndetje për juve, po të shikuesi. Atëherë, si po ndihesh që tani më pas 18 vitesh, nuk do të thuash jam student më? Goxha emocionuar dhe me besave me një pjesë të mallit, pas ka shumë vitesh edhe një ëndrë që nuk kam qenë i vetëdijshëm se kam pas kaq të fuqishme brenda vetes, para se të vjen koha për me studiu. Ju keni studiuar në drejtime të ndryshme në Universitetin e Prishtinës. Na trego konkretisht se për cilat drejtime bëhet fjalë. Atëherë, unë pas përfundimit të shkollimit të mesëm para 18 vitesh, pra në vitin 2008, kam fillu studimet me njëherë në drejtimin, studimet bazike në drejtimin psikologjik përgjithshme, Fakulteti Filozofik Universiteti Prishtinës. Pas 3 vitesh në 2011, në prag të përfundimit, kam fillu studimet tjera për pedagogji 3 vjet përsëri në të njëjtin fakultet, në të njëjtin universitet. Dhe pas 2 vitesh të pedagogjisë, kam fillu studimet master psikologji shkollore dhe këshillim, ku kam pas fatin e mirë edhe me provu me pas 2 palë studime, 2 palë afate provimesh njëkohësisht. Deri në 2014, 15 dhe 16, kur i kam përfundu të 2 bacalorat dhe masterin e parë. Pastaj kam pushu një vit, afërsisht një vit 2016-17 dhe përsëri pas një viti afërsisht, ma pak se një vit pushim, vendosja dhe filloj studimet master për pedagogji, të cilat zgjatën goxha më shumë se sa prita. Diku ka, domethënë pak para futjes në rrethonat e Covid-19 në vitin 2020, filloj studimet përsëri në Fakultetin e Edukimit, plotësim i pedagogjisë, kalim në programin edukim filluar, të cilin e kam përfundu për një vjet e pak, rreth një vjet e gjys, dhe kjo puna e temës masterit ka zgjatë prej 2020 deri në fund të 2025, për arsye se s'është se jam angazhuar morë me të një 4 vjet plota. Edhe kemi pas në bashkëautorësi me një kolege, me një shoqe, e cila i ndron rrethonat e jetës, martesa, ndërtimi i familjes. Edhe pastaj u dash me u nda, me përgjysmu lumtimin, edhe me ndryshu shumë çka ndë. Kështu që diku në fund të vjetorit vitit kaluar e kam pas mbrojtjen, e kam përfundu si procedurë, po me kërkesën e universitetit, rektoratit, rektorit, prorektores, Majlinda Qytia Gjela, që të liruhen studentat me nevojat veçanta prej disa pagesa administrative dhe temave këtyre, vendosëm në pajtueshmëri që të shkuhet me kërkesa, me takime, me diskutime, edhe në mos kryj pagesa që tjetë një landë si shkas për me u bu plotësim ndryshimi i vendimit të Universitetit Prishtinës për lirim prej pagesave për disa kategori shoqërore. Betim, realisht jeni për të duartrokitur, sepse jemi në një kohë ku shumë student lënë përgjysmë studimet universitare, dhe më thënë nuk i vazhdojnë më tutje. Më të rego pak se çka të ka shtyrë, cili ka qenë motivi kryesor që ti nuk je dorëzuar asnjëherë për gjatë këtij rrugtimi ose qëllimi që ja ke vënë vetes? Njëri prej shtyzve është televizioni juaj, edhe
kolegu ju, që tash nuk e di sa është aktiv, po para 25 vitesh ka qenë shumë aktiv. Florin Këllmendje, kam përmene kam qenë për shumë televizionë, për shumë intervista, në eja publike dhe jo publike. Këtë pjesë e ka pas atë emisionin në orë të vona. Okej. Ndjekës goxha i rregullt e atij emisioni. Edhe intelektualt në atë kohë që i ftante, unë s'kisha mundësi me përcjell atë drejt për drejt pas mesnatë, po gjithmonë përsëritjen dielën, jo shtunën në mas mesnatë, po dielën, dikon mesditë. Dhe ajo që më ka bërë më shumë të përshtypje ka qenë kur intelektualët e asaj kohe që kishin 80 vjet, 90 vjet, në fund të jetës i tregonin vështirësitë e tyre, derisa kanë pas mundësi me ndjek ëndrat e veta, ose ëndrën e tyre. Unë e thesha vetës ja bëjsha këtë pyetje, a ka me pas mundësi unë me hikë sikur që ta? Vazhdimisht sa herë kam hasë në vështërsi, se nuk ka qenë pa vështërsi me studiu me 5 drejtime, plus në kushtet tona të pa kushte, gjithmonë i kam kujtu ata. Cila ka qenë vështërsia më e madhe që e ke hasë në këto 18 vite studime? Fillimisht, dhe më thonë, ka qenë mungesa e literaturës sa adaptume në formatin Braille, që po të s'ka pasisht, në akustike të për pak, punimet, mi realizu punimet, hullumtimet. Nuk kanë qenë këgja sfiduse, po falë mbështetjes njerëzve, të familjes dhe të kolegëve, 6 grupeve të kolegëve që kam kalu me një lëndë zjedhore në 2011. Kam pas mbështetje ko pas kohë dhe mbështetja e njerëzve rrethit e ka po që të vështërësit me uzbut. Betim, ti ke një përvoj shumë vjeqare, do më thënë, në Universitetin e Prishtinës, por më trego pak, nga koha kur ti ke një studimet, dhe nëse e krahason me ditët e sotme, çka mendon se ka ndryshuar më shumë? A ke hasë në ndonjë ndryshim që ndoshta do ta potencoj edhe për ne? Ndryshimet janë tepër të vogla, do më thënë, këtë ndryshimet që ka janë pyetjet e këto lirimet për pagesave, po tash procedura këti të jo paguje të kthejen parët për të aplika, mësë aplika, të më thanë që kjo është lehtësimi. Edhe në disa fakultete kanë provu për njerë që kanë vështërsi në lëvizje në karroca, kanë provu pjesërisht me adoptu disa ambiente, po kryesisht në kërse kanë ndryshu diska, do më thonë. Nëse mati me përcindje vlerësh me thonë, mina dhe 7-98%, për 18 vite nuk ka ndryshu asgjë në Universitetin e Prishtinës. Përveç këtyne që i teksova. Duke më për bazë Fakulteti Edukimit është ndërtesë e re, që ka hyrë në funksion në vitin 2012, që nuk është shumë herët, do më përlasë veç për aferat 14 vite më herët, edhe ajo ka ashensorin që për njerës të me 7 shkurte për njerë që janë në karroca student, dhe familjarë që dënë me shku me vizitu ose me marrë pjesë në një ceremoni të mbrojtjes, së diplomës bachelara, master ose doktorat, nuk ka mundësi nëse organizohet përveç katit përveç, në katet tjera, në 4 katet tjera nuk ka qasë, nuk mundet me përdor ashensorin i ose e pambarën. Nëse ndaj asë toaletet të rregullume, ose dhe nëse janë të rregullume, ndërsa shfrytëzohen prej stafit dhe në të mbyllura me qelës. Kështu që po flasim për kushte tepër bazike që bëjnë. Betim, atë ka ndiku sa do pak, e përmende faktin se është dashur ndoshta të lësh për gjysmë studimet shkak edhe i njoftimeve, martesës, e ceke, bërjes së familjes, por a ka pas ndonjë gjë tjetër që ka ndikuar ndoshta në këto 18 vite, qoftë në aspektin personal, por edhe në atë profesional tutje, rrugtimi ka që gjatë?
jemi qartë, ishte fjala për kolegën time që kemi pas masterin e Po, pedagogjisë bashkë, më thonë, për këtë temën e fundit. okej. Për ndryshe, përveç që është zgjatë, asnjëherë s'kam pas ndërprerje të studimeve. Asnjëherë nuk ka zgjatë studimet bazike në pedagogji dhe në psikologji i kam përfundu 3/3. Po ashtu studimet master në psikologji shkollore dhe këshillim i kam përfundu në 1 vjet nështë me vonesë për 2 vjet e gjysmë. As 3 vjet nuk i vjen tamam. Okej. Mu i më kanë ikë më shumë se sa ka qenë afati minimal i përfundimit, që pak student më rrinë me përfundu 2/2 një master. Për veç kësaj nuk është se më kanë zgjatë tjera. Nuk ka zgjatë. Kjo ka zgjatë pak ma shumë kështu. Më mirë që e qartësuam, do me thënë. Edhe njerën pak? Më mirë që e qartësuam, po them. Po, gjithsesi. Atëherë, cili është qëllimi i radhës që i ke vënë vetës betim? Duke marrë parasysh se ky është tashmë një kapitull i mbyllur për ty, besoj. Po tash, unë e kam pas një qëllim që s'ka mujt me realizu gjatë të qenurit student, me u pas kushte në përgjithësi akademike për student me nevoja të veçanta, me pas të zonë kompjuter të adoptuar, programe, qasja fizike me u rregullu, edhe pse kam adresu kërkesa, kam pas tentime jo veçëm, edhe student tjerë. Tentohet, bëhen disa ndryshime, po diqysh veç fillohen, nuk është se ka ndryshu diçka kjo më kam bete e pa realizume. E synimet që ka synojnë në tash me qenë se unë veç punaj si psikolog në shkolla, punaj në sistemin e edukimit. Nuk e di, tash, ndashta ma vonë, nëse veç se lecohen disa gjona dhe e mendoj ka njëherë edhe shkollën e tretë të studimeve, edhe njëherë me rijetu jetën studentore, për kuptohet në një nivel këj tjetër. Pushon njëherë. Nuk e di, nuk kemi shumë kohë me pushu se kjo koha në këtë botë, nga tjetë është afat shkurt, nuk tjetë sa do t'jemi. Kështu që sa do që të mundohem e të punojmë prap, nuk është se kemi mundësi me mrishëm. Realisht në dhe shumë mesazhe gjatë këtyre minutave sa realizuam këtë bisedë betim, por unë do doja një mesazh edhe për fund, sidomos për ata student që për arsye të ndryshme, ndoshta edhe lënë gjysëm studimet, fakultetin, do më thënë në një farë forme heqin dorë nga një ardhme më e ndritur për ta. Çfarë do t'ju thoje konkretisht? Më spari ju kësha dritur prindve, edhe trive dhe trejave përgjithsisht njerëzve, që mos të tentojnë gjithë me mësya popullor që ka për universitet. Dhe më thonë, ta përcjellin fëmijën e vetë, nxënësin e vetë, parafillorin e vetë, e tjerë, edhe personat, fëmijët, trit, vetën, që për çka janë. Të më thonë, ti përgjigje që saj pyte për çka janë, për çka kam prirje, edhe për simdhënës, për çka ka prirje kë fëmi, kë i ri, kë adoleshent, për çka ka prirje. Edhe për e të rriti familjar, t'ja lejojnë që me gjithë vetën për çka ka prirje. Nëse ka prirje, për cilin do drejten, për çfar do fushën në jetë, mësë miri nga ka thonë lojës kura kuqin, ndër kundërshtime, zvlen me u likështu. Mjera i që nuk shëndran. Sa mesazh i bukur. Faleminderit shumë që ndave për vojën tënde, na dhe mesazhet shumëta në këtë bisedë dhe unë të uroj shumë suksese. E besoj se ashtu edhe si që kuptova në fund bisedës do të kemi mundësinë që ndoshta të flasim edhe një herë për këtë termin student. Nuk e di që ka po zoti caktim po kështu nuk është se kam planën afat shkurt, ndoshta në planët afat mesme. Si dihet. Faleminderit shumë betim. Faleminderit për ju,
takofshim për të mirë. Patjetër. Faleminderit shumë edhe një herë.